Përshëndetje, jemi në Shkup, në lagjen Fushë Topana. Si që shihni, sot po hapet kjo xhami, jashtë të quajtur xhamia e madhe e Shkupit. Pra hapet për këtë muaj të shenjtë. Pastaj pas përfundimit të këtij muaji do mbyllet që të vazhdojnë me punime tjera, në faza tjera konkluzive. Mirë po, për këtë muaj do jetë i hapur. Dhe sonte do të fillojmë me teravin e parë. Ja, siç e shihni, njerëzit rrjedhin nga mos, jo vetëm nga kjo lagje, por siç e shoh edhe gjithandej nga Shkupi edhe viset tjera. Xhamia, siç e shihni, është shumë e madhe, nuk kam një uri të sakta ose të detajuara, mirë po duket një diçka madhështore. Ja, hyrja. Këtu do të përmbyllim, mund të vazhdojmë me video tjera nga Lirim Alia.